Pse janë shtuar shumë problemet e fëmijët? Pse? I ke parë autizmi. Janë shumë shëndetlik. Ne nuk kemi qenë, unë të paktën që jam gati 50, nuk kemi qenë kështu shëndetlik. Ne s'kishim të hanim siç ham sot, ishte varfëri e madhe, por prapë nuk smureshim kështu. Pse? Sepse nuk kemi bërë kaq shumë vaksina sa kanë bërë këta. Dhe të paktën duke qenë kohën e Obamës u shtuan frikshëm vaksinat. Me shtimin e frikshëm të numrit vaksinave, janë shtuar frikshëm, lemerishëm, në mënyrë të lemerisur edhe sëmundjet e ndryshme. Shumë pedagog, shumë njerëz të pavarur të mjekësisë, pra mjek thonë këtë, dëshironi që fëmia mos të shohë derën e spitaleve, po mos i vaksinoni. Ti je kundër edhe për vaksinimin e fëmijëve që Unë jam vdeqin? kundër, unë për mendimin tim jam kundër. Për të nxjerrë jashtë sistemi, nuk të fut në shkollë, thotë, nuk të fut në kokë. Kjo është e keqja. Kjo është e keqja, ai të penalizon. Siç ishte në rastin e Covidit që ti nëse s'bëj vaksinë nuk vile dot jashtë shtetit. Bile. Ose s'merrje pagën. Mbaj mend të një njohur,